Sot me një studio dhe veterineri tha, kur qeni është i lidhur, thash, në burg, thash, është i mbyllur, thash, agresohet, bëhet i ashpër, dhe qeni, kafsha. Tani, po njerëzit që po i çfosin burg, mos është qëllimi ti bëjmë njerëzit që çmenen fare. Më të egër. Po, se s'janë mjaftueshëm. Sepse kafsha, po të lidh, tha kafsha dhe ndikoka në psikologjinë, dhe kishte rastin fjalë që kishin marrë qenin lidh, kishin shku isha afru. Po njerëzit që futen në burg. Mos është qëllimi që ne ti mushim. Ja të them unë. Mos është qëllimi që ti çmenin njerëzit në burg. Ja do them unë. Do shikoni pas sa kohësh do kaloj bugje, do kalojnë me koncesion dhe do kthejnë biznesi pa parë, kur të kalojnë privat. Si në Amerikë. Po, të njëjtën gjë mendoj edhe për Prishtinë. Dhe do kenë interes të fushsin sa më shumë njerëz në burg, sepse rriten, fryen ato shpenzimet, sepse kthehet në biznes burgu. Dhe këta po eksperimentojnë me këto nene. Dhe ke për të parë, kur të kaloj koncesioni bugjeve, çfarë fataliteti do e... Që popullin burg. Unë e mendoj... Oja shtetit o burg. Unë e mendoj ndryshe. Dhe këtu do jetojnë Azerbajxhani. Këtu do jetojnë vetëm ata gardianët, po? Tani këto vërtet mund të jenë një anë e medaljes, ose mund të jenë, mund të qëndrojnë, por unë mendoj ndryshe, mendoj që ligje të reja dhe ndryshime duhen bërë, sepse vete drejta penale në fakt nuk është e ngurtë. Mënyra se si i bëjmë, që bëjmë këto ndryshime, ndoshta duhet bërë në një mënyrë tjetër, ose bëj një kod penal të ri fare. Ose një kod penal të ri. Shumë bëj të ri fare. Ata mbaroj tani mendimin unë apo... Po u bëj kodi penal unë do iki? Tani, ta mbaroj mendimin. Se? Që të punojmë? Të punojmë për kodin penal? Të punosh gazetar duhet të kesh licencë. Të punosh avokat duhet të kesh... Shumë mirë me licencë. Unë prandaj marrova ekonomiku. Po shumë mirë, more, se po na dalin gjithë ku punon, jam gazetar, thot ai, e kupton? Se e ke interesi prandaj, po ne që se kemi interesi... Qa? I bërtita kësaj. Të flas unë vetëm me licencën e gazetarisë, a kupton ç'a bëhet? Po. Jo, s'ka lidhja jo. Jo, po e drejta e... Mos flasë për kodin e penal, sa është gjë. Profesioni tjetë me licencë, po që është kjo? Kodi i ri penal, ja, ky që u ndryshua tani është pjesë e kodit të ri penal, se ti e kisha atë draftin, po ai drafti ku është? Se po bëjnë këto ndryshime. Do me ata po kalojnë drafti, kalojnë pjesë. Drafti, pjesë, edhe s'po e merr vesh njëri se çfarë po kalojnë. Lë moj e din. Tani një sekondë, se më ngeli fiksim, si do t'i zbulojnë... Aman vetëm edhe njerë. Shu edhe njerë si ishte aman vetëm thuet. Kështu ta ke pra, lë moj e din. Jo, nuk thash ashtu. Pastaj mire. Po jo, pra jo. Tani mos më deformo fjalët mua. Po mos më deformo fjalët mua tani. Nuk e tha ajo, Orolan, një gjë